Si duhet lexuar një komunikat e qeverisë dje, një qëndrim fakt e kryeministrit dje për çështjen fillimisht të dorëheqjes? Fillimisht duhet thënë që dispozita e nenit 26 të ligjit për qeverinë ka të bëj para së gjithash dhe në radhë të parë me papajtosmërinë e ushtrimit të funksionit të anëtarit të qeverisë me ndonjë funksion tjetër. Dhe në këtë drejtim është në linjë edhe me nenën 76 të kushtetutës që ka të bëj po ashtu me papajtosmërinë e ushtrimit të funksionit të deputetit. Për me qenë me i qartë për shikuesit, ne kupton që në të njëjtin kohë nuk mund të ushtrohet edhe funksioni i anëtarit të qeverisë edhe i funksionit të deputetit. Natyrisht që kjo dispozit në bindjen time ka të bëjë me rrethana të tjera kur një kandidat kushtimisht me thonë për deputet nuk arrin mjaftueshëm votat, por njëkohësisht mund të emërohet në qeveri, edhe në momentin e caktuar i vjen rradha, i njëjti duhet me dhanë dorëheqje. Megjithatë, dispozita si e tillë nuk është mjaftueshëm me qartë, mirë po megjithatë. Pse nuk është mjaftueshëm me qartë, është Bajraktari, sepse nëse e shohim, regjia le ta vendos edhe grafikisht, pra çështjen e nenit 26 të ligjit për qeverinë e Kosovës dhe pika e parë aty thot në rast se antari i qeverisë në detyrë zgjidhet deputeti i Kuvendit të Republikës së Kosovës, i njëjti duhet t'i jap dorëheqje nga posti i antarit të qeverisë para ditës së certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Në kuptim të kësaj dispozite. Po, në kuptim të kësaj dispozite. Natyrisht që në mes të qenurit jo mjaftueshëm i qartë për faktin se dispozitat ligjore duhet të shihen në tërësi, jo vetëm të shkputën qoftë dispozita konkrete, qoftë paragrafin në kuadër të saj, por megjithatë pavarësisht kësaj, unë desha të them që nuk e justifikon, domethënë, pamundësinë ose reflektimin në raport me këtë dispozitë të kryeministrit, sepse unë jam i thari asoj që edhe kur dispozitat ligjore janë jo qartë, mjaftueshëm të qarta, megjithatë ato duhet të zbatohen për aq kohë sa janë në fuqi dhe nuk mund dhe nuk duhet të lehet në diskrecion ose në vullnet të individëve, sepse krijohet një precedent, krijohet një praktikë e keqe. Po ashtu vlen theksohet edhe fakti që tashmë qeveria nga data 22 mars e këtij viti, domethënë konsiderohet në detyrë për faktin se ka kaluar periudha prej 4 vitesh që nga koha e zgjedhjes së saj dhe si rregull, mandati i qeverisë këtë radhë është 4 vjeçar. Pra është esenciale për ta kuptuar që mos reflektimi, mos realizimi i kësaj dispozite nuk është që paraqet ndonjë impakt, ndonjë pasojë për ata që nuk dorëhiqen, mirëpo megjithatë krijon një precedent, një praktikë jo të mirë që në kupton që pasojës pra është mos respektimi i ligjit. Vetë pasoja është, nëse s'respektohet ligji, kjo është pasojë në vetvete. Është një standard jo i mirë, prandaj pasoja po thosha pasoja në drejtim të individit në rast se eventualisht siç po vrej tashmë nuk e kanë respektuar këtë. Po ashtu është e rëndësishme edhe fakti që sipas nenit 70 paragrafi 2 të kushtetutës, mandati i deputetit fillon nga momenti i certifikimit të rezultateve.